pa kaluar shumë në fjali inflacioniste, si kolegu paraardhës, për cilin kanë shumë respekt, për jashtuar atë kaun politik dhe kur i politizon diskutimet, duhet të përqendrohemi te fakti ku është thelbi i kësaj kredie që ju po trumbetoni me të madhe. Se në radh parë kjo është një UA që ne marrim, nuk është dhe me kushte aq të buta, sa ju thoni, janë $118 milion për 15 vite, me interes 4%. Në varësi të formulave që janë parashikuar në marrëveshje, shteti shqiptar, pra qytetarët shqiptar, taksapaguesit shqiptar, mbas 15 vitesh në total do pagojnë 60 deri në $90 milion më shumë. Pra paguhet diku ose $170 milion ose $210 milion. Kjo po them në varësi të si është parashikuar mënyra e shlyerjes. Këtë duhet t'ju bëni të qartë ju qytetarëve shqiptar. Dhe problemi këtu kryesor është që çfarë po ufshihet qytetarëve shqiptar në mendimin tim. Po ufshihen dy çështje të mëdha. E para, ne po na jepet një kredi po na jepet, po marrim një UA nga fondi Abu Dhabit dhe për këtë duhet ti falenderojmë, normal ti falenderojmë, pavarësisht këtyre problemeve të tjera. Por ama ne pa gar, pa tender, me marrëveshje të drejtë për drejtë, po e çojmë, po i përcjellim përsëri këtë shumë tek Abu Dhabi. Tashmë nuk do përcjellim €118 milion, po siç e thash më parë 160, 190 ose 210 milion euro në varësi të formulës së llogaritjes. Dhe kjo shqiptarëve dhe me të drejtë edhe nga specialistët e ekonomisë u kujton, është cilësuar madje në shkrimet të ndryshme, u kujton skemën mashtruese të mikrokredive. Po në fakt tani këtë skem po e bën qeveria jon, po e bën edhe lideri juaj global. E dyta, asnjë nuk e përmendtu në këto diskutimet që të japi sqarime përse disa kohë më parë ishte përfolur që ky proces i nevojshëm mund të përfundonte me $60 milion dhe si befas u fry kjo faturë në $118 milion. Pra u dyfishuar vlefta dhe po të analizosh zërat e shpenzimeve ka shumë pikë pyetje. Këto janë për të vajtur, si me thënë, të thelbi i problemit. Tani, ky diskutim mund të mbushet me fjalë të shumta, të ndryshme, se edhe ne jemi pro progresit, pro teknikës, pro teknologjisë së informacionit. Dhe tiparet kryesore, po të kaloj te kjo pjesë edhe unë, të një smart city, të një qyteti të zgjuar kanë të bëjnë me integrimin e teknologjisë së informacionit për nevojat e qytetarëve, për ta bërë atyre jetën më të lehtë dhe më të sigurt. Prandaj, dhe projektet mbi smart city, të cilat përmbledhin një shumëllojshmëri të gjerë të rasteve të përdorimit, nga menaxhimi i trafikut në shpërndarjen e ujit, në menaxhimin e mbeturinave, monitorimin e sigurisë urbane dhe të mjedisit të qyteteve tona, pavarësisht se investimet në teknologjinë e informacionit kanë kosto të lartë, duhen konsideruar dhe duhen vlerësuar, po këto projekte nuk janë shpikja juaj apo e liderit tuaj dhe e qeverisë tuaj. Si i tillë, ky projekt edhe mund të votojë nga ne si opozit, në rast se ky do ishte një projekt transparent, në rast se do ishte diskutuar, do ishin të diskutuar të dyja anët e medaljes. Pra, edhe marrja e UA-s dhe mënyra si kalon kjo drejt për drejt pa gar, pa tenderim, që është filozofi e punëve tuaj tek një investitor i caktuar nga Abu Dhabi. Nga ana tjetër, ky projekt dhe kjo UA duhet jemi të ndërgjegjshëm që rrit thellon aventurat fiskale, financiare, pa përgjegjshmërinë tuaj dhe rrit borxhin publik. Do thoni ju, po borxhi publik është ulur. Shqiptarët e dinë shumë mirë që borxhi publik është ulur në vlerë për shkak të mbiçmimit artificial të lekut, jo nga politika tuaja. Unë po ju jap ju vetëm një tregus. Nga 2013 në 2025 borxhi për frym, borxhi për çdo qytetar shqiptar është rritur 2.5 herë, nga 2.230 euro në 2024 arriti në 5.647 euro për frym. Pra, pavarësisht se stoku i borxhit publik në raport me produktin e brendshëm bruto është ulur, kosto e borxhit, parat që shqiptarët nga taksat e tyre paguajnë për interesat e borxhit janë rritur ndjeshëm. Dhe
Për vitin 2024 ju keni shpenzuar 13.3 miliard lek më shumë se sa për interesat e borxhit publik të vendit në krahasim me 2023-shin, ose 133 milion euro më shumë nga taksat tona, dhe kjo shkon në rritje nga viti në vit. Rritja e pretenduar ekonomike e viteve 2021-2024 nuk solli perspektivë tek njerëzit më në nevojë dhe tek qytetarët e thjeshtë, të cilët e kanë humbur shpresën për përmirësim të gjendjes tyre ekonomike në drejtimin e qeverisë tuaj. E dyta që dua ta theksoj këtu, vetë ky projekt ngjall atë dyshimin për shkak se vlera e dhënies së këtij projekti, për cilët pagar, siç e theksova në fillim tek përmbledhja e fjalës time, dhe ka një dyfishin shumë të dyshim të vlerës të saj. Projekti Smart City, i cili projektonte instalimin e mira kamerave inteligjente në ambientet publike, është përfshirë me të drejtë në listën e projekte me rëndësi kombëtare nga qeveria shqiptare dhe parashikoi më parë që të kushtonte vetëm $60 milion amerikan. Çfarë ndodhi që kjo shumë befas u dyfishua? Pse nuk jepen sqarime në kuvendin e Shqipërisë? Fakti që kjo shumë pothuajse dyfishohet ngres shqetësime të reja për mungesën e garës dhe të transparencës. Kushtet kur një projekt i tillë i jepet pa garë një kompanie të zgjedhur në mënyrë preferenciale nga qeveria, si dhe mungesa e një tenderi të hapur, rrit dyshimet për kapjen e kontratës nga interesa të lidhura me pushtetin. Mungesa e garës automatikisht krijon rreziqe të larta për korrupsion dhe klientelizëm nga një pushtet që korrupsionin e ka patur virtytin kryesor, cilësinë kryesore të tij, dhe ligjet e qepura me dorë, edhe kjo marrëveshje tek ato lloj, tek kjo kategori ynë, i ka pasur ato kuajte e mos zhvillimit apo zhvillimit në thonjza të Shqipërisë. Gjithashtu, anashkalimi një procesi transparent prokurimi me projektin Smart City për pajisjet inteligjente të policisë shqiptare, unë mendoj që shkel edhe pikat veçanta të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Zbatimi një projekti të tillë gjithashtu kërkon transparencë për llojet e pajisjeve dhe teknologjive të survejimit që do të përdoren, për të dhënat që do të mbledhin, aftësinë për njohjen e fytyrës ose forma të tjera të identifikimit biometrik, informacion mbi buxhetin e përdorur, vendet nga cilat janë bler këto teknologji, procedurat e prokurimit dhe prodhuesit e këtyre teknologjive. Për këtë projekt ka dhe përfolje për sa i përket sigurimit të pajisjeve teknologjike nga kompanitë të cilat janë të lidhura me teknologjinë e informacionit dhe inteligjencën artificiale kineze, e cila është problem sot për sigurinë në botë dhe është nga problemet kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në rast se do të përmendja tek zërat e projektit si janë shpërndar, ju keni parashikuar $31 milion për software, 62 milion për pajisje të hardware, 8 milion shërbime profesionale dhe 17 mirëmbajtje në 4 vjet. Kjo shuma 61 milion për 8.000 kamera lë shumë për të dëshiruar. Kjo marrëveshje unë mendoj që nuk i plotson kushtet e një marrëveshje të drejtë, një marrëveshje transparence, një marrëveshje ekonomike, një marrëveshje në cilën ne sigurojmë që parat, dollarët e marra borxh të cilat do paguen nga qytetarët shqiptar do përdoren me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet. Dhe kjo është arsyeja që unë e votoj kundër. Te kjo pjesa për se sa siguri jep policia jonë dhe se sa siguri jep vetë klima që ju keni prodhuar, që rrezikoni ta ktheni Shqipërinë në një Big Brother të madh ku të ndëryni në jetesat personale apo në probleme personale, në probleme të tjera sociale e tjera, nuk po futem, edhe polici nuk po e cënoj në respekt dhe të një polici të vjetër, shoku tim që është policia 40-50 vjet, më duket ka dhe 4-5 vjet në pension, të policit nuk e do da.